Ja, ku jemi në rubrikën Shëndeti në kuzhinë, jam këtu me Rida Basha, mirë se erdhe, shumë kënaqësi të nisim së bashku si një dietologe, nutricioniste specializuar në të gjitha ato problematikat që lidhen me ushqyerjen dhe shëndetin. Është preskuar koha disi ditët e fundit, megjithse duket sikur është një verë e pafund. Ajo çka bëjmë në vjesht është duam të rrisim imunitetin ti, në bisedën paraprake më thej që ndryshon metabolizmi dhe vjesht ashtu shoqërohet edhe me një lloj stresi, na duhet të rrisim imunitetin po si. Rada, të falenderoj shumë, është kënaqësi për mua të hapim bashkë të sezon dhe patjetër që po jemi në një lloj tranzicioni, shumë bukur e the që duket sikur është freskuar koha, po vazhdon të jetë një verë që s'ka mbarim. Dhe po të vëmre, temperatura është në ekstreme, paradite ose le të themi në mëngjes është shumë freskët, dreka është shumë vap dhe darka përsëri bën freskët. Po të gjitha këto çfarë janë? Janë një mesazh për trupin i cili duhet të përshtatet. Dhe përshtatja jo gjithmonë është në favor, ndonjëherë bëhet edhe disfavor. Gjithsesi na duhet të futemi në një tranzicion i cili kap edhe metabolizmin, edhe hormonet dhe shumë elemente të tjerë në trupin ton. Në fakt vjeshta shoqërohet po me atë depresionin, pra quhet sindromi depresionit vjeshtor, që lidhet me shumë faktorë. Së pari dielli fillon të ulet, pra kozgjatja e ditës është më e vogël se sa gjatë verës, po ashtu vitamina D fillon të bjerë. Dhe të gjitha këto janë arsye për të lëvizur dy hormonet kryesore, të cilat menaxhojnë gjumin edhe stresin, që janë melatonina edhe kortizoli. Normalisht kortizoli fillon të rritet në këto situata, normalisht vinë shirat, koha bëhet më e mbyllur dhe fillojmë në atë situatë të blushe i grisi, koha, po për të ç'duhet të bëjmë ne që të mos ta ndjejmë shumë, sepse edhe në verë ka pasur viroza, ka pasur Covid, sa na ndikon ne ushqyerja. Tani unë kam sjell disa fruta, kemi dhe shumë të tjera. A mjafton të arrisim imunitetin vetëm me ushqime? Patjetër që ushqimi mbetet prioritet, të paktën si dietologe klinike nuk mund të dalë jashtë kësaj fjalie, por nëse do duhet e nevojshme, gjithmonë mund të suplementojmë. Unë përmenda disa faktorë të cilët na çojnë uljet vitaminës D, e cila është pararendëse e formimit të serotoninës ose le të themi një stimulues i madh. Vetë serotonina është hormon, është neurotransmetues nëse i flasim nga ana kimike, por ka dhe rol hormonal duke na dhënë ato humorin e mirë. Dhe të gjitha këto elementët na bëjnë të mundur edhe uljen e imunitetit. Si mund t'i shtojmë? Po të vëmrej gjatë stinës së vjeshtës dhe të dimrit ne jemi më shumë të fokusuar te ngrënia e më shumë karbohidrateve. Ajo çfarë duhet të bëjmë është të arrisim energjinë dhe imunitetin, por të zgjedhim ushqimet e duhura. Sepse karbohidratet përmbajnë fibra dhe fibrat janë ushqyesit kryesor të mikrobiomës intestinale, e cila mbasi ka fermentuar këto formon ato që quhen postbiotik, që shkenca kohëve të fundit është fokusuar shumë, sepse mund të konsumojmë sasi të konsiderueshme ushqimi, por nëse nuk kemi ushqyer dhe mikrobiotën, këto postbiotikët, acetat, propionat, butirat nuk formohen dhe nuk na ndihmojnë për sistemin imunitar. Si ta bën konkretisht, sepse këto përbërësit që ti i përmend nuk e kuptojnë të gjithë çfarë duhet të bëjmë. Të drithrat, pra gruri, elbi, bollguri, kinoa, kuskusi. Kinoa është pseudodrith, po gjithsesi mund ta bëjmë një zëvendësues të mirë, makaronat integrale, orizi kafshë integrale ose basmat. Pra të gjitha këto konsiderojnë drita. Buka e zezë, që shumë njerëz dëgjoj që e heqin dhe është gabimi më i madh. Por kalojmë pastaj tek proteinat shtazore dhe bimore, patjetër peshku, mishi, veza, djathi, pra bulmeti, por nga ana tjetër dhe bimore. Shumë mirë do të ishte edhe një supë e cila përbëhet nga thjerza dhe elb, për shembull. Në këtë rast ne kemi dhe fibra të marra nga elbi, por edhe formimin e një proteine shumë të rëndësishme që krijohet ndërmjet një drithi dhe një bishtaje. Siç është edhe ajo fasulet në pilafin që është e kombinuar me aq zgjuarsi, shumë zgjuarsi. Vjeshta sjell edhe shumë fruta, i mbi vlerësojmë ne frutat, për shembull tashmë shohim persona të caktuar me këto lëngjet e frutave, me shegën, me arrat, rrush, i mbi vlerësojmë ne këto fruta, apo ato vërtet i kanë këto vlera në imunitet? Më the për një lëndë që ka filluar të flitet shumë dhe që përmbahet tek rrushi, resveratroli. Po, nuk i mbi vlerësojmë, duhet kuptojmë që çdo stin ka farmacinë e saj me vete dhe duhet ta vlerësojmë çdo gjë. Çdo sëmundje që kalon në një stin të caktuar ka edhe shëruesin e vet që është nëpërmjet ushqimeve. Le ta quajmë këtë që kjo është një kuti kozmetike shumë natyrale. Pse? Tamam, kuti kozmetike, më pëlqeu termi.
Përveç se kjo na jep elementet ushqyes, vitamina, minerale, polifenole, antioksidante, etj. Merat që janë shumë të rëndësishëm për uljen e stresit oksidativ, uljen e inflamacionit që normalisht me rritjen e kortizolit gjasat janë të rritet, na forcon edhe imunitetin. Por na mbron edhe nga virozat. Për shembull, shega është shumë e rëndësishme sepse përmban disa polifenole dhe një ndër më kryesorët është një lloj antioksidanti që quhet disa antioksidantë që janë pjesë e familjeve punicalagin. Çfarë është kjo si emër, s'është e nevojshme fare ta mbajmë mend. E rëndësishme është të kuptojmë që nëpërmjet këtij elementi shega na ndihmon disa gene të rikuperohen, pra ndihmon ADN-n ton të rigjenerohet. Po nëse ne rigjenerojmë ADN-n, sigurisht kemi rritur jetëgjatësinë e një qelize dhe patjetër e kemi rritur cilësinë e kësaj qelize. Po ashtu, rushi përmban resveratrolin, një antioksidant shumë i rëndësishëm. Antioksidant. Po, për sistemin ton kardiovaskular, por nga ana tjetër edhe për të ndihmuar shumë mirë mitokondrit, ato organelet e vogla, të cilat na prodhojnë energji, por janë më shumë të rëndësishme se sa kaq, pra bëjnë edhe funksione të tjera. Po ashtu mollët, të cilat kanë pektinën, që është një tjetër fibër shumë e rëndësishme për këto bakteret. Një mollë në ditë mban doktorin larg. E mban doktorin larg, po. Po dhe për tretjen. Për tretjen gjithashtu, dhe zakonisht unë e rekomandoj mollën dardhën, edhe ftoj i rekomandoj të pjekura me pak kanell, pak limon, edhe si quhet karafil, edhe përveç se bëhet një ëmbëlsirë shumë e shëndetshme, bëhet edhe shumë e shijshme dhe po ashtu efikase për organizmin. Arrat me sasi të larta të omegave, normalisht ky stresi ka nevojë për të mbështetur dhe një pjesë e mirë e ushqimeve që përmbajnë sasi të larta të omega 3 dhe 6 janë shumë të rëndësishme dhe arrat dhe frutat arrore janë pjesë e saj. Një tjetër kombinim i zgjuar do të ishte një frut arror me një frut stine. Për shembull, nëse marrim një kajsi apo një më ndihmon një hurm, kam dëgjuar kombinimi perfekt boronica me arra. Nuk e di, është e vërtetë? Boronica me arra, po, është një antiinflamator shumë i mirë, ka shumë antioksidant vetë boronica, gjithmonë ngjyrat e frutave flasin. Dhe nëse do t'i kishim dëgjuar se cila prej tyre përmban një emër antioksidanti. Kështu që të gjitha ato që kanë ngjyrën vjollc, blu të errët, si kundër dhe boronica, ka sasi të larta të polifenoleve dhe të tjerë antioksidantëve. Por, përgjithsisht, kur ne ham një frut, mirë është ta kombinojmë me një frut arror, për dy arsye. Së pari, rrisim varietatin, pra nuk ham vetëm diçka, ham dy gjëra, por nga ana tjetër edhe e ndihmojmë nivelin e sheqerit në gjak të jetë më i stabilizuar. Pra kjo fruktoza përtitet më ngadalë. Se më pëlqeu kjo. Gjithmonë një frut kombinuar me një arror që mund të jetë lajthi, bajame, arë. Çfarë të duam ne? Një frutistinës me një arror, shumë interesante kjo. Edhe nivelin e mikronutrientëve përfitojmë më shumë, por edhe bëhemi më të zgjuar, sepse në këtë rast japim më shumë fibra këtyre mikroorganizmave që kemi në zorë që na duhet ta prodhojnë këtë postbiotikun, por nga ana tjetër edhe nivelet e sheqerit në gjak i ruaj mirë, sepse përthithja fruktozës, sheqerit të frutave, bëhet më ngadalë dhe në mënyrë të padëmtuar. Nuk e di, dëgjohet apo flitet që jo frutat në darkë, ose disa frutat të caktuar në darkë, ju si mendoni? Si kundër dëgjohet mos hani pas orës 8 se shëndoshin. Tani këto janë vendosur edhe për hir të faktit se shumë njerëz abuzojnë. Nëse unë tani them që nuk shëndosh, shumë njerëz thonë që ngemi lodh kot. Jo, ideja është që trupi nuk ka një orë ku stopon metabolizmin për të prodhuar dhjam apo për të penguar dhjam. Edhe puna e frutave, nuk është që ka një orë të caktuar ku ne nuk duhet të konsumojmë njërin apo tjetrën frut. Ideja është që nëse ne konsumojmë një darkë të bollshme mbas orës 8, sigurisht që trupi do ta ketë më të vështirë për ta tretur, sistemi kardiovaskular do të lodhet, energjia metabolizmit bazal do të fokusohet te tretja, do pengohet melatonina, pra ka një proces që ty të pengon për të patur një gjumë cilësor dhe patjetër nëse ti e bën rutinë këtë, do të shtojë në peshë. Se takon frutave pas darkës nuk ka një kohë para apo pas. Frutat ne mund t'i konsumojmë kur të duam. Raporti ose le të themi frekuenca e konsumit të porcioni, le ta quajmë, e i konsumit të fruta perimeve sipas OBSH mbetet 4-5 porcione në ditë, ku 2-3 prej tyre janë fruta. Pra, gjatë ditës 2-3 në ditë duhet i kemi fruta. Pra, domethënë nëse kemi pak mollë, arë edhe sheg i kemi marrë 3 në ditë. Po nëse bëjmë gjysmë mollë dhe arë kemi marrë 4. Pra, të bëjmë më të zgjuar. Kështu që prandaj themi, ndonjëherë nuk ka lidhje shumë se sa ham. Çfarë ham, si i kombinojmë. Edhe pacientët gjithmonë mua them, mos u fokuso në gram, në kalori, mi lër mua ato. Ti ndiq një rrugë të zgjuar për të bërë zgjedhje. Se dietologe klinike dhe mua më pëlqen gjithmonë dhe biologe molekulare, ndaj gjithmonë këto termat. Dhe do doja gjithmonë që edhe të kisha në emision, sepse për sëmundje të caktuara patjetër që duhet të kesh një regjim ushqimor të caktuar. Funksioni mitokondrial për shembull është shumë i lidhur me mënyrën se si ne ushqehemi. Po duhet kuptojmë që ky organeli që është kaq i vogël dhe ajo ADN-ja mitokondriale që ne e marrim vetëm nga nënat është kaq e rëndësishme. Çfarë është ADN-ja mitokondriale? Është vetë mitokondria ka një ADN të caktuar të vetë që quhet ADN mitokondriale që ka një rol
transkriptues, mesazhues, pra jep mesazhe, le ta quajmë kështu, por ne e flasim një ditë tjetër. Por nëse kjo nuk funksionon ashtu siç duhet, nëse nuk e merr informacionin si duhet, nuk e transmeton si duhet atje ku duhet, pra në organet target. Dhe patjetër nëse një informacion shkon i shtrembëruar, sigurisht do të kemi disfunksion do të kemi disfunksion të kësaj mitokondrisë dhe të shumë organeve të tjera që lidhen ose le të themi janë të drejtuara pikërisht nga kjo mitokondri. Edhe unë nuk e kuptova mirë, kështu që patjetër ka nevojë për një herë tjetër. Ajo çfarë duhet mbaj mend është janë dënën mitokondriale e marrin vetëm prej nënave dhe duhet u jemi mirënjohës. A dënën mitokondriale e marrim nga nëna. Kjo për këtë emision mjafton, kjo do të shtjellojmë një ditë tjetër. Është shumë interesant. Mund të shtojmë diçka për disa përbërës që tashmë janë futur në kuzhinën tonë, turmeriku, kungulli, gingeri, janë të gjitha këto që ne i kemi pjesë të kuzhinës dhe duket sikur këto janë të lidhura direkt me imunitetin. Po kjo është e vërtetë? Është shumë e vërtetë, duhet patur parasysh që përdorimi i erzave në një pjatë nuk e bën vetëm më të shijshme dhe më të bukur, po e bën edhe më efikas përcjelljen e disa mikronutrientëve. Për shembull, nëse ne marrim piperin e zi, do të na ndihmojë ta marrim piperin, marrim piperin, por nëse ne kombinojmë turmerikun me piperin, rrisim 2000% përcjelljen e kurkuminës që është tek turmeriku. Po ashtu eliminojmë konsumin e kripës, nëse hedhim pak limon, pak erza, sigurisht që nevoja për krip në një ushqim nuk do të jetë më njësoj e lartë. Po përmend edhe gingerin, po ashtu është shumë i rëndësishëm edhe gingeri në formën e çajit, në formën... Ka kufizime në sëmundje të caktuara gingeri? Po, në shtatzani duhet patur kujdes, në rrezik për aborxhet shtatzanis, në persona të cilët kanë probleme të stomakut, ulçera apo gastrite, mund t'i pengojë. Sikundër gingeri në sasi të vogla 1 deri në 2 cm në një gjysmë litri ujë të zier nuk bën asgjë, përkundrazi e ndihmon stomakun ton. Lakrat janë shumë të rëndësishme të merren në formën e turshive se përmbajnë edhe probiotikët. Për ato kisha ndërmend të trisja njëherë tjetër kur ta afrohet dimri, që t'jenë edhe pjesë sidomos ushqimet e fermentuara, me ato që tashmë i quajmë truri dytë. Truri dytë për zonën. Edhe truri parë për mikrobiotën tonë. Falenderoj shumë. Kënaqësi.